Shikues nderuar, televizioni shqiptar të Amerikës ju përshëndes, jemi në emisionin Diaspora dhe Vendlindja. Sot do t'jemi në bisedë së bashku me analistin, me gazetarin e pavarur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është me banim në New York, po njëkohësisht është dhe bashkëpunëtor mbi 20 vjet i televizionit shqiptar të Amerikës, njihet në Komunitetin Shqiptar të Amerikës, por edhe në Vendlindje është zoti Bekir Sina. Zoti Sina, ju përshëndes. Përshëndetje. Shikues të nderuar, do të trajtojmë 3 çështje sot. Mbajtjen e samitit 4 nga qeveria Rama, do të trajtojmë dhe do flasim mbi Këshillin Koordinues të Diasporës, po ashtu do të flasim në një emision të shkurtër homazh për kongresmenin Eliot Engel, i cili ka qenë një mik i shqiptarëve dhe ka dhënë një kontribut të madh veçanërisht për çështjen e Kosovës. Zoti Sina, le ta fillojmë me samitin e diasporës. Juve e keni ndjekur në datat 13, 14 dhe 15 prill të këtij viti u zhvillua në Tiranë samiti i 4 i diasporës. A e keni ndjekur dhe cili është komenti juaj? Më thënë të drejtën, e kam ndjekur, po jo me atë interesimin që do të kishte vërtet për ta ndjekur një samit tillë. Dhe kjo vjen për shkak të asaj se gjithmonë këto 3 samitet e para i kam parë se kanë qenë më tepër gati si një propagandë e pushtetit ose e kësaj magjorance, pra që është në Shqipëri, e cila duke parë atë se rrugën që kanë ndjekur në 3 samitet e tjera, dhe ky samit nuk më nxiti ose nuk më shtoi atë kurreshtjen që ta ndiqja përsëri me atë vëmendjen e duhur, pra siç do ta ndiqja ashtu si po t'ishte ashtu siç i takon një samiti. Ky samit në radhë të parë njëherë prej nga emërtimi i tij ose etiketimi që i kanë bërë lidhur me atë që samit, ky nuk është nuk ka asnjë lidhje dhe nuk është në konform të asaj të termit që përdoret për samitet. Samitet janë përgjithësi janë takime të mëdha, të cilat kanë edhe analiza më të mëdha brenda për brenda dhe kanë rëndësi të madhe brenda. Kjo të bën që të shtysh edhe që ta ndjekësh. Pra, duke parë atë se nuk e kam ndjekur, atëherë nuk e kam ndjekur me vëmendjen e duhur, se atë e kam ndjekur çdo ditë, pra nga data 14 deri në datën 17 të 3 netët unë i kam ndjekur nëpërmjet televizionit dhe nëpërmjet informacioneve që kem marrë. Zoti Sina, ju jeni një njohës i mirë, do thosha një nga njohësit më të mirë të gazetarisë shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për diasporën. Le t'i marrim me radhë disa elementë të samitit për të dalë në një konkluzion se çfarë duhet të rregulluar për të ardhmen. A ishte pjesëmarrja gjithëpërfshirëse e diasporës në këtë samit? Shife, Gani, para se të vim të kjo pyetje, ka diçka për të ezaruar para kësaj. Samitet kuvendet të tilla do të quheshin një samit, se samiti ka siç e thash edhe pak më parë, termi samit është një term pak më i gjerë edhe më i madh nga ana shkencore, të paktën shkencore politike, është shumë më lart. Por një kuvend i diasporës është i nevojshëm, se bashkon diasporën dhe kërkon rrugët e diasporës për të lidhur me vendlindjen. Dhe kjo është nga mënyrat më të mira për të bashkuar edhe një herë shqiptarët. Dhe është arritur për të bashkuar. Por këtu desha të shtoja diçka tjetër. Se ka ndodhur diçka që këtu prej këto 30 vjet, se diaspora siç dihet para 30 vjetëve as që nuk ishte në listën e këtyre takimeve ose në lidhjet ndërmjet vendlindjes dhe qeverisë shqiptare ose shtetit shqiptar. Por mbas 30 vjetëve çdo qeveri që ka ardhur e ka shfrytzuar diasporën nëpërmjet lobingjeve që ka bërë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ajo që ka ndjekur çdo qeveri që ka ardhur mbas 90-s në pushtet, si e djatha dhe e majta, gjithmonë diasporën e kanë përdorur në atë mënyrë
që ta shfrytëzojnë për interesat e tyre lobiste këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithëse ata kanë paguar organizatat e tjera lobiste, siç kanë qenë këto organizatat amerikane për lobimin e këtyre çështjeve, dhe kanë shfrytzuar ato. Por Edi Rama, kryeministri Rama, me ardhjen në pushtet në vitin 2013, ndryshoi taktikën e tij për lidhur me këtë çështje të lidhjes me diasporën dhe shfrytëzimit të diasporës. Diaspora i duhej në një mënyrë tjetër, i duhej jo në atë mënyrë që është shfrytzuar deri në rreth vitit 2020. Mas vitit 2020, diaspora i duhej më tepër për të mbështetur pushtetin e tij dhe për të mbështetur pra pushtetin dhe qeverinë e tij. Dhe këtë e ka arritur nëpërmjet disa njerëzve të tij. Pra këtu kemi të bëjmë me atë që prej nga 2020 dhe këtej qeveria Rama dhe kryeministri Rama ka ndëruar taktikën e komunikimit dhe e lidhjeve me diasporën. Nga një diasporë që ishte më përpara, nëse ju kujtohet, një diasporë kur vinte kryeministri ose kur vinte presidenti, ose kur bëshin edhe takimet që shkonin përfaqësues të diasporës në Shqipëri dhe takimet të tjera, ishin takime të mëdha, takime të hapura, takime të tjera që vetëm ishin për të treguar ato lidhjet dhe ndihmën për krajën që do të jepte diaspora. Ndërsa mbas vitit 2020, siç e thash edhe më përpara, taktika e këtij pushteti ndryshoi krejtësisht. Ndryshoi ashtu siç ka ndryshuar edhe në Shqipëri, lidhur me atë sistemin që kanë krijuar ata. Ata kanë krijuar një sistem, kjo qeveri ka krijuar një sistem për propagandën dhe mbështetjen e qeverisë nëpërmjet asaj që shtiret gjithmonë patronazhistët. Dhe këtë e shfrytzuan edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke gjetur elemente të tillë që ishin në përkraje të kësaj qeverie dhe e mbështeten këtë qeveri, por duke marrë dhe një shpërblim nga qeveria, se ata që e mbështeten dhe ishin njerëz kryesor dhe që edhe njerëz që mbas 2020-s flas, këta që po luajnë rolin e patronazhistit nga diaspora, ishin njerëz që kanë pasur dhe përfitime nga kjo qeveri. Ndoshta kanë pasur përfitime të tyre për bizneset që kanë zhvilluar në Shqipëri, ose kanë pasur edhe interesa të tjera për zhvillimet e bizneseve të tyre këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, këtu kemi të bëjmë me atë që u ndryshuan ato taktikat për të bashkëpunuar me diasporën dhe për ta pasur diasporën në kontroll. Dhe kontrolli më i mirë pra që është bërë këto vitet e fundit është jo pra edhe lidhur me këto summitet. Kjo tregon edhe atë për zgjedhjen e tyre e njerëzve që i kanë shërbyer më së miri. Pikërisht zoti Sina, si ka qenë pjesëmarrja e summitit, ajo tregon të vërtetën dhe nuk ka nevojë për komente. Me këndvështrimin tuaj, duke u nisur edhe nga njerëzit që ne njohim, si ka qenë pjesëmarrja, ka qenë partjake, apo ka qenë një diasporë me pjesëmarrje kombëtare, shqiptare, pa dallime partjake? Pjesëmarrja ajo dihet pra, se dihet edhe njerëzit që janë ftuar dhe njerëzit që janë lajmëruar, se kemi dy lloj mënyrash. Qeveria shqiptare, ambasada e Shqipërisë këtu, që është ajo lidhësia kryesore ndërmjet diasporës edhe qeverisë shqiptare, dhe sidomos ministri i jashtëm dhe i diasporës që ka një eksperiencë të madhe me diasporën, zoti Ferit Hoxha, e din mirë se kë zgjedhin dhe kush do të jetë që do të përfaqësojë diasporën shqiptare në këto raste. Siç ishte edhe rasti i summitit të 4. Jo, ministri, do të bëj një ndërhyrje, do më falësh, po në mbështetjen tuaj do të kundërshtoj pak se aktualisht ministri i jashtëm i Republikës të Shqipërisë, zoti Hoxha, edhe pse ka jetuar vitet tëra këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai nuk është njohës as 1% i diasporës. Edhe më fal, ai mund njohë proceset partijake të partisë që është në pushtet, por jo i diasporës. Do më falësh për ndërhyrjen. Shumë e drejtë është ajo jotja, por duhet ta sqaroja vetëm përpara se të më bëje ti këtë ndërhyrje dhe këtë sugjerim.
Desha të thoja për atë që Ferit, ministri i jashtëm dhe diasporës, është shfrytzuar si një yellow page, është shfrytzuar si një libër i asaj se kush janë nga diaspora. Ka që sqarim, jo se ai e njeh diasporën, se njohja e diasporës nga këta, sidomos nga ky pushtet, nga kjo qeveri, nga kjo majorancë, është në nivelin më të ulët të njohja e diasporës. Ne kemi kontaktuar, edhe ju i keni bërë intervista, edhe unë i kam bërë intervista. Ne e dim, do më ka qenë një zyrtar, një karrike. Ai ka qenë më tepër institucional, një njeri institucional dhe që nuk e ka pa as pak atë rolin e diasporës edhe kush është diaspora. Ka qenë institucional, ka qenë ambasador, edhe kur thirrej dhe kur shkonte në për takime, ma larg se sa New Yorku nuk ka shkuar ndonjëherë, besoj. Edhe nuk ka se si ta njofje. Por të shërbej si libër i diasporës, pra si një yellow page, ka shërbej shumë bukur dhe e di atë për t'i treguar që duhet të thrasish Ganiun, ose duhet të thrasish Beqirin, ose duhet të thrasish dika tjetër që vetë ky e këshillon se e di mirë nëpërmjet të tjerëve që e instruktojnë që të hyjnë për këto kanale për të ftuar. Pra këtu tek përzgjedhja që ishte pyetja dhe ishte ajo për të treguar këtë. Dhe në këtë aspekt ftesat dhe mënyra se si është përdorur përfaqësimi i diasporës kësaj radhe, se edhe herë të tjera kështu ka ndodhur, domethënë çdo gjë është bërë me një seleksionim të perfekt ose një sitje e mirë e njerëzve që i duhen kësaj magjorance, i duhen më tepër këtu në Amerikë se sa i duhen atje për numër. Këtë edhe dihet ajo. Dhe këtu vim tek ajo pastaj edhe tek organizimi që i bën diasporës me këshillin kombëtar drejtues. Për këshillin kam një pyetje vetë, po më fol pak për pjesëmarrjen. Pjesëmarrja më intereson, pjesëmarrja me atë me atë këndvështrim që keni ju dhe me sa keni parë aty. Qoftë edhe duke referuar personave që kanë shkuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe numrin që i shqiptarëve që është përfaqësuar nga Amerika ka qenë nga më të vogël, nëse ka pasur 1000 ose më pak se 1000 veta që kanë marrë pjesë në këtë summit të diasporës, nga Amerika ka qenë numri më i vogël, ashtu si në votimet. Në rast se të kujtohet në votimet e fundit që ishte pjesëmarrja e diasporës, shqiptarët e Amerikës kishin numrin më të vogël. Pra interesimi i shqiptarëve të Amerikës në këtë drejtim për të shfrytzuar për dekor nuk mund ta shfrytëzosh me diasporën shqiptare. Por ka edhe një pjesë të tyre, një pjesë që janë të lidhur dhe me pushtetin, kanë edhe interesat e tyre, një pjesë e vogël, se këta, siç e thash edhe më përpara, janë ata që quhen patronazhist. Por ka edhe atë pjesën tjetër që është ka atë dashurinë, ka dhe atë lidhjen e sinqert me vendin e tyre. Dhe shkon pa interesa. Unë di 2-3 veta prej tyre, 2-3 nga këta, të cilët kanë shkuar atje dhe kanë shkuar vetëm me dëshirën se po shkojmë të marrim pjesë në një summit ku përfaqësohet diaspora shqiptare. Pra nuk kanë shkuar me atë se po shkoj atje të bëj dekorin dhe të jem unë me kapi i pushtetit, i kësaj qeverie për të plotësuar atë të pjesën e diasporës. Pra, kjo është treguar, siç e thash edhe më parë, përmbledhet me këto 2-3 fjalë. Prej nga zgjedhjet, ku pjesëmarrja e shqiptarëve të Amerikës ishte pothuajse në nivelin 1% ose më pak se 1% a 2% sa ka qenë, e shqiptarëve të Amerikës, nga 500.000 shqiptarë nuk kanë votuar as 2-3% e shqiptarëve. Dhe po e njëjti përfaqësim ka qenë edhe kësaj radhe nga shqiptarët e Amerikës, të cilët nuk duan të jenë dekor jo vetëm i Edi Ramës, por as edhe i Sali Berishës, as edhe i dikujt tjetër. Çdo njeri që mundohet ta përdori diasporën dhe ta shfrytëzojë diasporën, diaspora sot është në një nivel shumë të lartë dhe e njeh mirë vendin dhe e njeh mirë pozicionin e saj dhe rolin dhe kontributin e saj. Zoti Sina, duke qenë se samiti ishte me organizim karakter partijak, a mendon se lot rol negativ në diasporë
dhe në cilat fusha ju mendoni? Shqipe, kjo është një pyetje e bukur dhe kjo nxjerr shumë ka shumë rezultate kjo. Një nga rezultatet që nxjerr kjo pyetje është se ky summit më tepër e përçan dhe të katra këto summitet më tepër e kanë përçan diasporën se sa e kanë bashkuar dhe ka pas atë rëndësinë e madhe që do të ketë një kuvend i tillë siç është ky summiti. Përçarja është kjo. Tek dhe ata që shkuan. Është tek ndarja e çdo njerit prej këtu, ne e njohim të gjithë diasporën dhe e dim të gjithë kontributin e secilit prej nesh. Dhe mospeshmarrja e asnjërit prej atyre që janë më të vërtet njerëz që kanë kontribuar dhe kanë rol këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregon se ky summit i shërben më tepër përçarjes se sa bashkimit të diasporës. Ndarja, ajo që e djeg diasporën dhe e zhvlerëson në këtë rast, është se nëse nuk merr pjesë në këtë summit, do të thotë që nuk je me partinë pushtet. Nëse merr pjesë, je me partinë pushtet dhe je i përkrahur dhe i mbështetur nga ai. Të vim këtu të ndalem pak edhe tek media. A dihet që këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka 3-4 media që janë kryesore. Një ndër to është edhe televizioni Alb TV USA i Michiganit, të televizioni juaj. Po e marrë konkrete, pra me qenë se jemi dhe në këtë bisedë me ju, nuk dua ta veçoj nga puna e televizioneve të tjera dhe gazetave të tjera, ose gazetarëve të tjerë. Por çfarë vendi ju dha këtij televizioni, ose këtyre gazetarëve, ose drejtorit, ose një përfaqësuesi ose 2 përfaqësuese të këtij televizioni në këtë summit? As një vend, as edhe një interesim. Më tepër çdo gjë ishte ajo e informacionit që ka marrë nëpërmjet internetit edhe këtyre mjeteve të tjera të informacionit, se sa të ishte një ftesë e sinqertë, flas një ftesë e sinqertë nga qeveria shqiptare dhe nga diplomacia e saj, njerëzit e tyre këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë ftesa të sinqerta këtyre televizionit, ose dhe këtyre njerëzve që janë me kontribute të mëdha. Por ata janë udhëhequr gjithmonë dhe siç e thash edhe më parë, janë udhëhequr nga ato taktikat e tyre dhe strategjitë që ka përdorur Rama pas vitit 2020 me patronazhistët. Patronazhistët që janë në Shqipëri i ke sot edhe këtu në Amerikë. Dhe madje këta lloj njerëzish janë shumë pak, janë të ardhur vonë në Amerikë, por kanë marrë një rol kaq të madh këtu në Amerikë. Unë e shoh këtu në New York. Ka disa prej tyre që kanë marrë një rol më të madh se sa atyre që kanë kontribuar për 30 vjet dhe jo vetëm që kanë kontribuar, po që kanë edhe rëndësi të madhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe më tepër vlerësohen ata që nuk kanë merita, domethënë njerëzit e pavlerë, unë i quaj edhe pavlerë, mbasi këta janë njerëz që vetëm e shfrytëzojnë atë qeverinë e Rama, se nesër nëse bie nga pushteti Edi Rama, duke parë edhe punën e tyre këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që po s'pati lidhje me qeverinë, nuk mund të kenë fitime dhe nuk mund të kenë interesa dhe shkëputën edhe nga Edi Rama. Këta njerëz janë njerëz janë part-time, do ta quaja unë, në patriotizmin e tyre dhe për të treguar atë lidhjen e fortë të diasporës me pushtetin. Këta që kanë shkuar, ata 10 veta, ata 5 veta ose 2-3 veta. Janë njerëz që shohin interesat e tyre. Unë mendoj se ata janë edhe pa parti, nuk ka parti për ta. Partia për ta është interesi. Sot kanë interes me Ramën, i shkojnë Ramës për brapa dhe bëjnë politikën e Ramës. Nëse ti ke Rama, vjen një tjetër, bëjnë për tjetrin. Dhe kështu e kanë treguar. Nuk harxhon 1 minutë kohë për kombin shqiptar, nuk paguan një peni për kombin shqiptar. Kush vlera e këtij personi që bën jetë për radhore vet, për qefin e vet, ka marruar një doktoraturë dhe punon në Gjermani, punon në Amerikë ose punon në Itali. Cili është këndvështrimi juaj për personat që duhet të vlerësohen, pra lidhur me kontributin për çështje kombëtare shqiptare, pasi ne jemi në diasporë? Shiftu, këtu është një diçka shumë e rëndësishme për të treguar atë vlerësimin
e njerëzve që me të vërtet kanë kontribute dhe e meritojnë për të vlerësuar, kemi të bëjmë me faktin se në këtë rast kemi një nderim, si për shembull nderimi më të lartë që pati ky rast ishte që u bë futbollistit të njohur të kombëtarës shqiptare Lorik Cana. Të nderosh si përfaqësues të diasporës Lorik Canën, kjo absurditeti më i madh. Edhe është gjëja më që besoj se edhe të gjithë diasporën, edhe të gjithë shqiptarët, kujdo që janë, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i bën të ofenduar, i bën të ignoruar përballë këtyre çmimeve. Dhe e dyta, është edhe vlerësimi që u bë ish kryebashkiaku të New Yorkut Eric Adams. Një njeri pa kontribute, unë nuk e di se çfarë kontributi ka Eric Adams në çështjen shqiptare, në çështjen e Kosovës, ose Eric Adams ndeti 4 vjet major i New Yorkut, në 4 vjet e vetmja gjë që ka bërë një lejim, pra bëri një marrëveshje me këtë organizatën rrënjët shqiptare për organizimin e paradës. Vetëm për atë, edhe për bërjen e asaj e shqiponjës me ato 2 plemat, ose me plemat e dorës dhe vendosja e një plisi në kokë, edhe jo vetëm që e nderojnë, po e bëjnë edhe shtetas shqiptar. Nuk ka në gjë të keqe. Kushdo duhet bëhet të shtetas shqiptar, kush ka dëshirë për të bërë, jo kushdo, po kush ka dëshirë për të bërë është një gjë e mirë bile, dhe madje kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë dhe ngre rolin e saj. Po pyetja është se çfarë i duhet majorit të New Yorkut një vlerësim i tillë që të bëhet shtetas shqiptar, çfarë i duhet? Një pyetje që e ka shtruar dhe shtypi amerikan, dhe çfarë i duhet Edi Ramës që ta bëj majorin e New Yorkut shtetas shqiptar, duke i vendosur edhe plisin e bardhë në kokë, domethënë duke treguar se ky është një patriot i madh këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ky e do Shqipërinë, e do Kosovën, kur në të njëjtën kohë Eric Adams as nuk e di se ku bie Kosova. E di vetëm ku bie Tirana dhe ku ka interesat e vet, që ka djalin e vet atje për ato bizneset ose çfarë ka ai, lidhjet e tjera me Edi Ramën. Pra, këtu tek vlerësimet që thatë edhe ju. Vlerësimet të tilla, si ai i Lorik Canës, ose si ky i dhënies pasaportës për ish majorin e New Yorkut, janë gjëra që janë shumë të ndjeshme për diasporën, në një kohë që këtu kemi shumë njerëz që kanë kontribuar dhe kanë një rol të madh dhe kanë merita dhe janë njerëz me vlera për të vlerësuar. Jo, nuk mund t'i vlerësosh këta të tjerët, por jo përpara atyre që e meritojnë. Dhe gjithmonë, nëse ke vërtetur, kur bëhet një urim për çdo njerin që merr një vlerësim, është ajo shpreha që e meriton. Por këta asnjëri nga ata nuk e meriton, dhe përzgjedhja atyre ka qenë e gjitha ka qenë e njëanshme dhe ka qenë e seleksionuar për interesat e Edi Ramës dhe njerëzve të Edi Ramës këtu, me rekomandimin e tyre. Pra, nuk ka qenë ajo që tek pyetja juaj që përzgjedhja e duhur e njerëzve që kanë kontribute dhe kanë vlera këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duhen vlerësuar. Ligjërisht, ata dalin jashtë loje, kontekstit të kritikave tona, pasi nga kontakti që kam pasur unë në një rast, thonë që ne kemi vënë online dhe regjistrohet gjithë secili vetë. Ku në fakt në vetim që janë dërguar të gjithve emaile që janë ftuar me preferencë këtë donë kryeministri, partia dhe i kanë ftuar atje. Cilat janë format aktuale që përdorin këta për lajmërimin e pjesëmarrjes në summit? Konkrete. Që format konkrete të kësaj janë lidhjet e tyre ndërmjet njëri tjetrit. Unë e thash edhe pak më përpara dhe e shpjegova atë. Dhe një rol të madh në këtë lidhje luan ambasada shqiptare. Ambasada shqiptare
ka sot ambasador një ish kryetar partije të Tiranës, Partisë Socialiste për Tiranën, ish deputeti i Partisë Socialiste, pra është një zgjedhje politike dhe një përfaqësues politik i këtij pushteti. Dhe për zgjedhja që bën njeriu që është sot ambasador, Ervin Bushati, është njeri që punon për qeverinë shqiptare dhe njerëzit që janë rreth tij dhe komunikimet që bën ai për ftesat dhe për çdo gjë, është lidhja e tij me njerëzit, pra që thash edhe pak më përpara, ata që mund të quhen sot patronazhist. Patronazhist këtu janë ata që luajnë me të gjitha kartat. Luajnë sot me Partinë Socialiste, nesër të vi pushtet Partia Demokratike, luajnë me Partinë Demokratike, pra janë njerëz që nuk duan të njohin politikën, janë njerëz që njohin me tepër interesin dhe interesat e tyre personale, bizneset e tyre. Dhe kjo është edhe ajo lidhja ndërmjet njerëzve që bëjnë ftesat. Ftesat seleksionohen në bazë këtyre njerëzve që kanë interesa dhe janë gjetur ata njerëz që kanë lidhje me shtetin shqiptar, me bizneset e tyre, ndaq këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe në Shqipëri. Dhe të gjitha ata, nëse po ta bëjmë kështu, por ka edhe nga ata tjerët, ke edhe një masë të vogël, shumë të vogël, nuk janë shumë, ke edhe një pjesë të vogël, një përqindje e vogël e fare, janë ata që vetëm t'ju dali emri dhe të duken, e pranojnë një ftesë dhe ngjiten mbas këtij pushteti, ngjiten mbas ambasadorit dhe krijojnë lidhjet e tyre. Po ata kanë edhe lidhje, kanë dhe shoqëri të madhe dhe ata bëjnë edhe ftesat dhe bëjnë edhe përzgjedhjen e njerëzve që ashtu. Pra janë njerëz që duan të duken, vetëm t'ju dali emri dhe të takohen me njerëz të qeverisë, të jenë afër me qeverinë, kur vjen Edi Rama këtu e presin Edi Ramën, edhe këta njerëz këtë punë bëjnë, edhe këtë punë këtu e shohin atë veten se janë njerëz të rëndësishëm këtu në komunitet. Por faktikisht nuk është e vërtet ajo që po që se ke lidhje me Edi Ramën dhe je shumë afër me Edi Ramën, je njeri i rëndësishëm në komunitet. Zoti Sina, ju jeni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gati 40 vjet dhe 35 vjet, ndoshta më shumë gazetar i pavarur, një gazetar me shumë përvojë, me shumë dinjitet, është për të theksuar se nuk keni patur asnjëherë komplain nga shkrimet tuaja, do të thosha shumë voluminoze, me mira shkrime që ke bërë dhe ke përfaqësuar diasporën, por edhe i ke shërbyer diasporës vazhdimisht në mënyrë të sinqertë dhe shumë profesionale. A keni marrë pjesë në një nga këto 4 samite që janë zhvilluar në Shqipëri? Kjo pyetje është në vërtet pak komike, është për ta bërë komike. Në 3 samitet e para, isha ambasadorja e Shqipërisë që ishte në Tiranë, që bënte ftesat dhe dërgonte ftesat. Mbasi dërgonte ftesat edhe e pyesi një rast, i them, pse s'ma ke dërguar ftesën? Pse nuk ta kemi dërguar ftesën? Thotë, bën edhe atë të paditurin. Pse nuk ta kemi dërguar ftesën? Jo, mos u ke dërguar ftesën asgjë. Edhe jo ta dërgojmë samitin tjetër. Po samitin tjetër po e njëjta gjë. E njëjta gjë ndodhi edhe me këtë samit. Por me këtë samit ka edhe diçka tjetër që tek ftesat që mendoj unë se nuk është bërë dhe nuk më ka ardhur dhe nuk më ka bërë. Ambasadori i Shqipërisë në Washington, Ervin Bushati, ishte në një takim për 28 nëntorin këtu në New York. Dhe në një rast aty afër, kur po diskutonim, lidhur me një ftesë, jo për samitin, por një ftesë që kishte bërë ai atje në ambasadën e Shqipërisë në Washington për disa bashkëdhetar të festonte 28 nëntorin, kishte përzgjedhur grupin e njerëzve që ai dëshironte të kishte atje. Por unë nuk kisha marrë ftesë, dhe unë e pyes, i them, si shpjegohet që nuk ka marrë ftesë nga ju për këtë 28 nëntorin? Tha, po, nuk të kemi thirrur, tha se nuk kemi atë lidhjen e kontaktit me ty, tha, nuk e kemi, po thashun, mirë se nuk e keni, por sidoqoftë, ju e dini që unë jam i pavarur, megjithëse jam i pavarur, prapse
prapë unë flas mirë edhe për qeverinë kur bën gjëra të mira, thash. Dhe aty afër ti ishte një tjetër që e shoqëronte. Ai ishte pjesëtar i ambasadës apo jo? Edhe ai tha, po pse se keni thirr këtë, tha, i drejtohet. Ky që ka si më thënë, ky që ka Joni. Ai qeshi dhe tha, jo, tha, ky është nga ata të Berishës, tha. Ky. Shive tani ti qa mendime shkan dhe çfarë. Ore, është akoma ky ambasadori, ky Pushati, është akoma në ambasadë, se më tha dikush që disa njerëz kanë telefonuar këtu, thënë se ngrenë telefonën ambasada. Është akoma në puna, apo e ka hequr ama? Po kujtimi. Edhe jo ta lidhja pak me humor me këtë. Është akoma në puna, apo e kanë hequr? Nuk ka ndonjë lajm zyrtar në diçka. Ka lajm, okay. Por tek ftesa ime që më thatë që pse e shive qa mendimi ka ai në mendjen e tij, se unë jam njeri i Berishës edhe nuk duhet të ftohem. Edhe i thot atij që ka shoqëruesi, se ai shoqëruesi kujtoi se me vërtet unë isha nuk isha i djathtë ose nuk e doja Berishën ashtu. Ky tani që mos ta lejonte atë që të hapej më tepër në bisedë që pse nuk ka thirrë ashtu. I thot atij, shive ke kujdes nga ky, thot se ky është i djathtë, është i Berishës. Domethënë koncepte të tilla që një ambasadori duhet të jetë apolitik, nuk ka ambasador politik. Kudo që të jetë, kushdo që të jesh, le të jesh një socialist. Erdhe këtu do të kryesh detyrën e shtetit tënd. Do përfaqësosh shtetin tënd si të majtën, si të djathtën dhe këdo do të përfaqësosh ata. Nga eksperjenca. Kjo nuk ndodh. Urdo. Kjo nuk ndodh kene shita. Kjo ka qenë edhe me përpara, edhe tani, po të njëjtën gjë kanë bërë diplomatët shqiptarë këtu në New York. Kanë qenë si nënpunës të partive të tyre në pushtet. Kanë luajtur atë rol dhe kanë thirrur në takime dhe në çdo gjë, kanë thirrur njerëzit që kanë dëshiruar. Zoti Sina, nga eksperienca që keni ju e komuniteteve të tjera që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe me njohurinë që keni për komunitetin tonë shqiptar-amerikan, cili do të ishte formati më i mirë dhe cili institucion duhet të organizonte summitin e diasporës që të ishte produktiv në fushën intelektuale dhe ekonomike për vendlindjen? Këtu ka të bëj me atë organizimin e brendshëm të diasporës. Diaspora, se kur folën përpara për zgjedhjen që kanë bërë ata, zgjedhjen e jo Këshilli Kombëtar Drejtuesi i Diasporës e njërën tjetër në çfarë zgjodhen ata dhe i zgjodhen vetë, por për zgjedhja e tillë duhet bëj nga diaspora, jo nga qeveria. Nuk është qeveria ajo që duhet zgjidhë përfaqësuesit e diasporës. Diaspora vetë duhet zgjidhë përfaqësuesit e vet. Këtu do të ndalesha pak edhe tek votimet e diasporës. Edhe tek votimi i diasporës. Votimi i diasporës, në vend që të votojë për një deputet të diasporës, që të votonin, diaspora të votonte për veten e vet, të zgjidhte vetë një kandidat edhe të votonin diaspora, duhet votoje për Partinë Socialiste ose Partinë Demokratike. Po pse diaspora pse duhet votoj unë prej këtu e zëm për atë Taulant Ballën ose për atë Belin Kliçin ose tjetrin. Pse duhet votoj unë prej këtu? Unë duhet votoj për një njeri që e njoh dhe më përfaqëson. Kjo është ajo që do të ishte zgjedhja më mirë. Zgjedhja më e mirë e kësaj çështje për çështjen e diasporës, që mos shfrytëzoj diaspora, se nuk është në atë rang diaspora që të shfrytëzohet nga partitë në pushtet, si në Partinë Demokratike edhe në Partinë Socialiste. Diaspora duhet luajë rolin e vet, duhet ketë një rol atë që e përkufizon diasporën, duhet jetë opozit e çdo pushteti që jetë në vendin tonë. Ndaçi majtë, ndaçi djathtë, duhet jetë për të mirën e vendit vet atje. Dhe kjo do të ishte zgjedhja më mirë nëse do të zgjidhej vetë nga diaspora një këshill ose një grup njerëzish që do të përfaqësonin
dhe unë e kuptoj dhe e di që është shumë e vështirë, por nuk është edhe aq e vështirë kur ke një kohë të gjatë, se samiti tjetër që për shembull do të mbahet mbas 3 ose 4 vjetësh. Për 3-4 vjet, po të punohet në këtë mënyrë brenda diasporës, për të zgjedhur njerëzit e vet diaspora për të përfaqësuar, ti zgjedhë vetë diaspora, atëherë kjo gjë është e zgjidhur mirë dhe nuk ka më qef mbetje dhe nuk ka më propagandë ose nuk ka më gjëra të tilla që u nderua Lorik Cana, mori pasaportën e Erik Adams ose gjëra të tjera. Këtu ndahen gjërat shumë bukur dhe diaspora e ka treguar atë. Kur diaspora bashkohet dhe diaspora e zgjedh vetë rrugën e saj se çfarë do të bëj, e ka treguar edhe në luftën e Kosovës, e ka treguar edhe në demokratizimin e Shqipërisë, e ka treguar edhe me raste të tjera fatkeqësive natyrore që ka pas Shqipëria ose Kosova, me tërmete përmbytje çfarë kanë qenë ato, kontributet e madh të diasporës me anën financiare. Këto gjëra nuk janë bërë nga shteti shqiptar, janë bërë nga vetë diaspora. Pra kjo tregon se diaspora ka mundësi vetë t'i zgjedhë njerëzit e vet për të përfaqësuar. Jo t'i zgjedhë qeveria, jo të emëroj qeveria kryetari i Këshillit Kombëtar të diasporës Mark Gjonaj. Pse Mark Gjonaj? Sepse Mark Gjonaj ishte asambleist, ishte antar i Këshillit Bashkiak të Njujorkut, edhe hajde ta zgjedhim tashti, ta bëjmë kryetari këtyre. Nuk bëhen gjërat kështu në diaspora. Diaspora i zgjedh vetë udhëheqësit e vet. I ka zgjedhur vetë liderit e vet dhe vetë ka ecur deri tani. Deri tani pa u bërë këto samite dhe pa u zgjedhur këto forume që ka bërë qeveria e Edi Ramës. Si ka funksionuar diaspora deri sot? Si është roli dhe kontributi i diasporës deri sot? Ka qenë një rol i madh dhe një kontribut historik i diasporës. E ka bërë vetë diaspora. E kanë bërë vetë, e kanë zgjedhur liderin e vet, i kanë zgjedhur vetë njerëzit e tyre që ka përfaqësuar. Sa herë atje, sidomos marrim një shembull konkret, marrim shembullin e Michiganit. Michigani sot ka një grup lobistësh brenda aty që nuk janë të zgjedhur nga qeveria, që kanë votën e tyre dhe vota e tyre ka vlerë. Sot çdo kandidat që del në shtetin e Michiganit kërkon ndihmën e këtij grupi shqiptarësh, por ata nuk janë të zgjedhur nga qeveria. Nuk është të zgjedhur nga Edi Rama ose nga Sali Berisha. Janë vetë njerëz që përfaqësojnë me vërtet diasporën dhe kërkojnë që të tregojnë vlerat dhe kontributin e diasporës në çdo drejtim politik, në ekonomi e kudo. Shumë faleminderit për këto sqarime ekscelente, zoti Sina. Tani kam pyetjen e fundit lidhur me samitin e diasporës, por që lidhet edhe me Partinë Socialiste, e cila po punon për krijimin e degëve të saj në emigracion. Cili është mendimi juaj? Krijimi i partive nga Shqipëria në emigracion, a është i shëndetshëm për diasporën? Diaspora e ka provuar me grupimet e ndryshme politike. Këtu parti politike njërë nuk ka se ajo kjo legjislacioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk lejon grupime politike nga vendet e huaja që të organizohen këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por sidoqoftë, kjo ka funksionuar për vite të tëra me organizata të ndryshme dhe mënyrën se si ata e kanë organizuar veprimtarinë e tyre. Veprimtaria e tyre ka qenë organizuar mbi baza të tilla partjake, mbi baza të bindjeve të tyre, se me partitë ata s'kan pasur lidhje, po kanë pasur bindjet e tyre. Ballista, zogista, komunista, se kanë qenë edhe të majtët, kanë qenë komunistat, kanë qenë për grupe të ndryshme, siç ka qenë kjo shoqata Gërvalla, edhe grupe të tjera ka pasur majtiste. Pra, të gjitha këto kanë funksionuar në mënyrë të shkëlqyer, deri në 90-ën, me ardhje në 90-ën, me krijimin edhe mbas 90-s, deri nga viti 2000, deri nga kur filloi dhe çështja e Kosovës, organizimet që kanë pasur shqiptarët kanë qenë të shkëlqyera. Mbas vitit 2000, shqiptarët duket se ranë shumë, ose u lodhen shumë, ose e pan që
nuk ishte më e fytshme ky lloj organizimi, siç ka qenë i ndarë pra nëpërmjet këtyre organizatave ose grupimeve të ndryshme politike që ishin ndarë shqiptarët, dhe erdhën deri këtu tani tek kjo që mënyra që po përdor Edi Rama dhe kjo majorancë, Partia Socialiste, për organizimin e degëve të saj në diasporë. Siç është krijimi i degës në Greqi, në Itali, ndoshta edhe nesër vjen e krijon edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto lloj organizimesh, edhe këto lloj grupimesh, veç se e përçajnë dhe dëmtojnë diasporën në këto momente. Diaspora sot është shumë e vakt, është too much weak, është në momentet unë e kam thënë shpesh herë dhe kjo do një analizë të thellë për diasporën, për ta ringjallur edhe një herë, për ta kthyer në atë vitalitetin e saj dhe në atë forcën e saj që ka pas diaspora para viteve 2000, se mbas vitit 2000, 2005 ose diçka më tepër, diaspora ka rënë në një nivel që pothuajse është inekzistente. Është shumë e ndarë, dhe për çfarë nuk do thoja, po është shumë e ndarë në ato, edhe në disa veprime që bën, edhe në disa gjëra që po bën, janë më tepër pjesë e 2-3 vetave ose një grupi të vogël të njerëzve. Nuk është më ajo diaspora që ka qenë para 2025, 2015 ose 2010, kur diaspora, pavarësisht e majt apo e djathtë apo me grupime të tilla, ishte shumë aktive, ishte shumë e rëndësishme, por tani rëndësia saj dhe aktiviteti saj ka rënë dhe po t'i shtohet edhe kjo, që të futet edhe kjo partia, se i vetmi grupim që mund të organizohet këtu si parti është Partia Socialiste, majoranca. Se grupimet tilla kemi pa plot, kemi pa atë Adriatik Lapajn, kemi pa atë Shehajn që kanë ardhur, por nuk kanë ardhur për të bërë organizime të tilla partijake, kanë ardhur të marrin në vot, në mbështetje vote, por jo se të organizojnë partinë e tyre dhe të bëjnë deg partie. Por nëse vjen të krijohet deg partie, kjo do ta dëmtojë edhe më shumë, edhe unë mendoj se do të jetë edhe një fundosje më madhe e diasporës në këto 10-15 vjetët e fundit, e cila është pothuajse inaktive, është shumë inaktive. Kemi disa lëvizje tani këto kohë të fundit me avokatin Martin Vulaj edhe një grup që kanë krijuar ARCN, pra që kanë krijuar një organizat për lobimin e çështjes shqiptare, që po bën disa takime, po janë shumë pak, shumë e vogël, nuk është ngritur në atë nivelin që ka qenë më përpara, siç ka qenë Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan. Takime të mëdha, takime të tilla të rëndësishme, me president si Bill Clinton, me kryeministrin Tony Blair, me sekretar shteti, me takime të tilla, domethënë të niveleve të tilla, me senatore, me kongresmen. Pra, sidoqoftë ka filluar një shkëndije, po hyri dhe kjo që të krijohet në deg partie, unë mendoj se do shkatërrohet fare, do shkatërrohet edhe kjo ARC-ja, të gjitha do shkatërrohen. Se partitë e diet që janë vetëm ato që vën shkopin në rrota, gurin në rrota në rrotat e diasporës për mos të lënë diasporën të lëvizë, të bllokojnë diasporën. Faleminderit zoti Sina, të gjitha ato që ju thoni janë të vërteta për diasporën dhe janë shqetësuese. Ne do të kemi tematika të natyre, do të kemi dhe biseda së bashku për të analizuar, pse jo edhe në një panel më të gjellë, së shpejti do fillojmë që t'i trajtojmë këto çështje, që kur të vi koha e votimeve, diaspora të jetë e qartë për këtë votojë, dhe nëse nuk është e bindur, mos votojë, të kundërshtojë, sepse ne duhet të respektohet energjia pozitive jona, të respektohet vullneti, të respektohet ana intelektuale dhe ekonomike e diasporës, jo të na mielin si gjithmonë. Tani kalojmë tek Këshilli Koordinues. Si lindi dhe si u krijua ky këshill në diasporë?
Këshilli koordinues është kur të krijon qeveria je pjesë e qeverisë. Këshilli koordinues nëse do të ishte krijuar nga diaspora, vetë diaspora të mlidhej, ja ky samit si për shembull, të marrë konkretisht, samiti duhet vetë diaspora që përfaqësuesit e diasporës, aktorët kryesorë të diasporës duhet të zgjidhin vetë këshillin e tyre, por jo në këtë samit, se siç e thamë edhe pak më para. Të gjithë ata që kanë qenë aty kanë qenë të gjithë të ftuarit e kësaj magjorance, e këtij pushteti. Pra janë pjesë që aty nuk mund të bëhet kryetari i këshillit koordinues të diasporës një njeri që nuk ka lidhje me qeverinë, ose nuk është i pavarur, se nuk do nisem në atë njanshmërinë e tij, është i majt apo i djathtë, është me opozitën apo është me pozitën. Jo, çdo njeri që ka shkuar atje është njeri i zgjedhur nga vetë pushteti që të punoj për pushtetin, të punoj për ata. Pra, këtu përzgjedhja e këtij këshilli është e situr mirë nga pushteti. Po cilat janë kriteret nëse dikush ka qefë të dëshirë, ka vullnet, energji të japi në këshillin e diasporës? Cilat janë kriteret dhe kam edhe një pyetje, domethënë tani më përgjigj për të dyja. A është legjitim me emrin Këshilli i Diasporës? Na përfaqësojnë neve njerëzit që si njohim fare, njerëzit që s'kan asnjë kontribut me diasporën. Po këtë pra thash edhe pak më parë, si për shembull në Këshillin e Diasporës, po marrim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne njohim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e njohim diasporën në vende të tjera. Diaspora i ka aftësitë e veta për të organizuar. Shteti shqiptar t'i kërkojë diasporës, t'i kërkojë organizatave, këto dihet që punojnë ke organizata, ke shoqata, ke televizione, ke kisha, ke xhami, ke të gjitha, edhe t'ja kërkojë këtyre që ju mlidhuni dhe zgjidhni ju një këshill ose zgjidhni ju 3-4 veta nga diaspora, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe patjetër do të zgjidhej kjo dhe do të bëhej kjo lloj përzgjedhje. Dhe kjo lloj përzgjedhje nuk bëhet vetëm në New York. Përzgjedhja duhet fillojë nga çdo shtet ku ka një numër të madh të shqiptarëve këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ore zoti Sina, për të bindur edhe komuniteti dhe shikuesit na shikojnë, cilët janë disa nga personat që janë në Këshillin e Diasporës? Unë nuk e di tani se kam përzgjedhje të reja edhe me sa mësova unë, mësova që edhe ky kryetari i Këshillit Koordinues të Diasporës, Mark Gjonaj, është pushuar, në thonjë za, është pushuar ka 6 muaj përpara se fillonte samiti. Arsyeja nuk dihet, madje unë ja kam kërkuar një intervistë Mark Gjonajt për ta pyetur rreth këtij problemi, që para se të fillonte samiti pse është pushuar nga puna si por ai në mënyrë diplomatike më është përgjigjur që unë jam pjesë e asaj, po kam pasur disa probleme të mia dhe kjo ka shkaktuar. Me pagesë i paguan qeveria Rama këta? Po unë nuk e di se si është, po që janë pjesë e qeverisë, por se si funksionon ana financiare. Ana ligjore, ato anët ligjore që ndjekin ata për pagesa, se a mund të pagohet apo jo, se ka dhe disa rregulla që a mund të pagohet nga shteti. Po nuk punon Mark Gjonaj nuk punon pa para, është kapitalist. Nuk mundet që ndoshta nuk ka nevojë për parë, po ka nevojë për interesa tjera, ka interesa biznesi në diçka tjetër. Çdo njeri unë thash edhe në fillim kur e fillom me intervistën, thash që këtu kemi të bëjmë me patronazhistë të tillë që kanë interesat e tyre. Interesi i tyre është interesi është i lidhur me qeverinë, lidhur me investimet e tyre nëse kanë. Cili është zgjedhur kryetar aktualisht? Se nuk e di kanë bërë një shpallje për lidhur me krijimin e Këshillit të ri kombëtar të diasporës, mbasi ai i vjetri
e mbaj mend që mbasi përfundoi kuvendi, u bë kjo samiti i treti, u bë dhe shpallja e Këshillit. Por kësa radhe nuk ndodhi kështu. Ndoshta ka pasur edhe probleme të tilla për zgjedhur kryetarin, ndoshta kanë pasur. Ai mund ta ketë emrin, mund ta ketë kjo strukturë, mund ta ketë emrin Këshilli i Qeverisë në diasporë, do të ishte normale, po jo Këshilli Koordinues i Diasporës, sepse na ofendon e tjerëve të bëhet një këshill që ne se njohim, as e kemi votuar, as e kemi miratuar, as gjifare. Unë e thash atë dhe ceka që për zgjedhja që kanë bërë, që bën qeveria, nuk është qeveria, diaspora është diaspora, diaspora është opozit e çdo qeverie, e çdo pushteti, e çdo partie politike, e çdo gjë në vendin tonë. Pse opozit? Opozit konstruktive që t'i ndihmoj çështjes. Diaspora është ajo termometri që tregon se si do të ecë vendin. Se ka shumë arsye që diaspora duhet ta bëjë këtë, nga eksperienca saj, nga vendi që ka në vendin ku jeton, kudo që jeton, në Europa, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka një pozicion të atill që jep një rol dhe një kontribut të madh. Të paktën me takime, me anën financiare, me takime me senator, me kongresmenë, pra për zgjedhja në këtë rast nuk bëhet nga shteti. Shteti më caktoi mua që punoj unë për atë Këshillin drejtues të diasporës. Në asnjë mënyrë. Zoti Sina, le ta lëm të hapur këtë temë të Këshillit Koordinues, pasi të mësojmë dhe informacione të tjera dhe e bëjmë një ditë tjetër këtë, ndoshta me të gjithë sillim informacion për gjithë anëtarët edhe kontributet e tyre që kanë dhënë për çështjen kombëtare shqiptare, sepse individualisht ata mund të jenë suksesshëm, milioner, por pos investove për kombin, nuk mund të kesh vlerë në komunitet as në diasporë. Po atë e ceka dhe ajo është pika më kryesore. Nëse ti caktohesh nga qeveria, që caktohesh nga shteti, ti je detyruar të punosh për qeverinë. Nuk je ti i zgjedhur nga diaspora që unë ti kërkoj, si ti kërkoj unë llogari, si për shembull e zëm kur ishte Mark Gjona, ti kërkoja llogari Mark Gjona unë se çfarë bën me çështjen e diasporës ose çfarë kërkon për diasporën. S'mund ti kërkoj llogari unë atij se ai është i zgjedhur nga qeveria, nuk është i zgjedhur nga unë. Është një lloj si për votime. Ku unë votoj për atë që njoh këtu, nuk votoj unë për atë në Shqipëri. Unë ti kërkoj llogari tani atij deputetit atje në Tiranë, që ka marrë votat e diasporës, ti kërkoj unë llogari prej këtu nga Amerika. Po kjo është nonsens, kjo është një e pakuptim. Jo, Zoti Gjonaj e ka përdorur autoritetin e diasporës dhe e ka shpërdoruar diasporën. Pra, besimin e diasporës ne japim një personi që është i zgjedhur legjitim. Edhe Zoti Gjonaj disa herë, unë e kam biseduar me ta edhe asnjëherë s'kam qenë dakord me veprimtarinë e tij duke keq përdorur këtë titull që ka dhënë qeveria shqiptare, ajo e përdor si autoritet për diasporën. Megjithatë edhe kjo do të jetë një temë tjetër vetëm për Zotin Gjonaj. Shifë si është, nuk duhet unë nuk desha ti personalizoj gjërat edhe ti marr të tilla për Gjonajin ose për tjetër. Por unë mendoj se Gjonaj është si ajo shpreha. Neve, më falë, Zoti Sinaj, ne po flasim për gjëra publike, ne s'merrem me gjëra private. Me gjëra që më bien mua në kurris, juve, shumë njerëzve që janë aktivistë në komunitet, ato ne na rëndojnë. Kur ti merr përsipër që të përfaqësosh diasporën, do të jesh dikushi, minimalisht do të jesh njeri i barabartë për gjithë. Këto kërkoj unë. Po, ajo është edhe mbi të gjitha është kjo tjetra që thash pak më parë. Ai, si për shembull, çdo përfaqësues i këtij këshilli nuk mund të flasi, si për shembull, të vërim pa të metat e qeverisë ose të kritikoj qeverinë në një kohë që është pjesë e asaj, se nesër e heqin siç e hoqin këtë. Të heqin edhe ty, thonë, ik edhe ti, se ti që ke për këtë punë. Ne të kemi marrë të na bësh të mëdhenj ti, na mbrosh, na krijosh lidhje, po jo të na kritikosh ne ta mësosh ti. E njëjta gjë është me ata kërkojnë nga diaspora, nuk kërkojnë nënt nga diaspora. Ata kërkojnë nga diaspora kërkojnë para,
kërkojnë nga diaspora para, kërkojnë edhe atë njerëzit që kanë lidhje. Ti po ta shikosh sot lidhjet e njerëzve që kanë lidhje me qeverinë e sotme, ose janë ata që përfaqësojnë diasporën, janë njerëz që kanë bizneset e tyre të lidhura me Shqipërinë, ose janë njerëz që kanë lidhje partijake me partinë pushtet. Janë po të njëjtë njerëz. Ajo është puna e tyre. Kanë interesa shkurt, kanë interesa personale, jo kombëtare shqiptare. Ja. Të falenderoj. Shikues të nderuar, folëm për summitin e diasporës, folëm edhe për këshillin koordinues të diasporës. Në thonjza, thashë të flasim për një figurë të shquar, për kongresistin Elliot Engel, i cili kohët e fundit, siç e dini, ka ndruar jetë. Zoti Sina, juve e keni njohur nga afër, keni bërë dhe biseda shumë herë me kongresistin Elliot Engel. Në këndvështrimin tuaj dhe me eksperiencën që keni kontaktet, por dhe me veprimtarinë e tij, cili është komenti juaj për humbjen e një njeriu mikut të madh, të mirë, të shtrenjtë të popullit shqiptaro-amerikan? Vdekja e Elliot Engelit, ndarja nga jeta e Elliot Engelit është një humbje e madhe për gjithë shqiptarët, kudo që janë, jo vetëm për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kudo. Dhe atë rëndësinë e këtij njeriu dhe lidhjen që ka pasur me Elliot Engel e ka treguar edhe kësaj radhe vdekja e tij, ku nderimi që është bërë është një nga nderimet më të mëdha që është bërë një personaliteti edhe shqiptar do thoja dhe jo shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si Elliot Engel. Çdo njeri çdo shqiptar ose që ka njohur ose ka pasur pak njohuri se kush ka qenë Elliot Engel, ka qenë me të vërtetë i pikëlluar dhe ka pasur vlerësimin më të madh dhe atë vlerësimin më të madh të gjithë shqiptarëve lidhur me këtë. Zoti Sina, mund na sjellësh disa nga qëndrimet e tia, kontributit e tia për çështjen bashkëkombëtare shqiptare, veçanërisht për Kosovën, pasi ju jeni njohës i mirë, jeni vazhdimisht keni qenë edhe afër tij, sepse ka qenë fat i madh që ai ka qenë shumë mik i ngushtë me nderin e kombit Hari Baraktari. Elliot Engel e ka filluar atë lidhjen e tij me shqiptarët 35 vjet përpara. 35 vjet më parë, unë fati e solli që isha në shtet këtu në Amerikë dhe prej atyre kontaktet e para që kishe në këto takime dhe më sa mbaj mend unë ishin zgjedhjet e vitit 1992, zgjedhjet për president kur u zgjodhe presidenti Bill Clinton. Ishte në konkurrencë, ishte me George Bushin e vjetër, ishte Bill Clinton dhe Elliot Engel ishte në grupin e mbështetësve si demokrat që ishte të presidentit Clinton. Dhe prej aty e kam parë Elliot Engelin tek lidhjet e para me shqiptarët, me grupet shqiptare të lobimit, me Hari Baraktarin edhe me grupet e tjera, të cilët lobonin për Bill Clintonin këtu në New York, në fushatat financiare që organizonin shqiptarët atëherë. Për herë të parë që shifja takime të tilla kur shqiptarët mblidheshin dhe organizoheshin për të ndihmuar një fushat presidenciale nga ana financiare. Dhe prej atyre lidhjet e tija me Hari Baraktarin, pra Hari Baraktari u bë ai që e njohu me Kosovën, e lidhi me Kosovën edhe e lidhi me shqiptarët. Jo vetëm me Kosovën, por lidhi me çështjen shqiptare, me të gjithë shqiptarët, se Elliot Engel, siç e tregoi koha, me mbështetjen që i ka bërë çështjes shqiptare, me rezoluta, pjesëmarrjen e tij sidomos në çdo protestë, demonstrat që është zhvilluar këtu në New York ose në Washington, nga 92, 93, 94 dhe deri në 2022 kur humbi zgjedhjet e Elliot Engel, në çdo protestë Elliot Engel ka qenë pjesëmarrës i tyre.
Dhe pra atë që do ta vlerësoja më tepër Elliot Engel në këtë këndvështrim, në pjesëmarrjen e tij në Komitetin Shqiptar dhe lidhet me komunitetin shqiptar, është se shqiptarët kanë qenë të ndarë në mbështetjet e tyre, kanë qenë të dyzuar gjithmonë. Por mbështetja ka qenë e tillë që ka qenë edhe për republikanët edhe për demokratët. Në këtë drejtim, si demokrat gjithmonë ka qenë Elliot Engel, ndërsa si republikan ka qenë Bill Gilman ose kanë qenë kongresmen të tjerë, Sue Kelly, Tom Lantos ka qenë nga demokratët, por ka pas edhe republikanë si Dana Rohrabacher dhe republikanë të tjerë. Por këtu do të rregoja atë, shqiptarët kanë qenë të dyzuar, gjithmonë, kanë qenë në krahun e republikanëve dhe demokratëve. Dhe një nga ata mbështetësit më kryesor ka qenë Elliot Engel. Por diçka tjetër në kujtimet e mia që ngelen edhe të kujtimet të paharruara të Elliot Engel, është viti 1998. Në 1998 Elliot Engel bëri një vizitë në ish Jugosllavinë e atërshme, që kishte mbetur, Kosova, Malezi edhe Serbia ishin. Dhe shkoi nga Maqedonia ishte fituar pavarësinë dhe shkoi nga Maqedonia për të hyrë në Kosovë. Autoritetet jugoslave të asaj kohe, të asaj Jugosllavisë që ishte mbetur të Miloševićit, e përzun delegacionin amerikan dhe Elliot Engel. Dhe Elliot Engel ju përgjigj nga një hotel nga hoteli Plaza në Shkup, ju përgjigj Miloševićit me një deklaratë, me një press conference që bëri atje dhe i deklaroi tillë. Tha, unë po largohem nga Kosova, tha, dhe po e le Kosovën. Por do të vi një ditë që unë do të hyj në Kosovë dhe ti s'ke për të hyrë me kurrë, tha. Dhe vërtet ashtu ndodhi. Erdhi në 99-ta, Elliot Engel hyri në Kosovë. Elliot Engel ishte pjesëmarrës në ngritjen e flamurit në ambasadën e parë që hapa Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Elliot Engel hyri në Kosovë dhe Miloševići nuk hyri me Kosovë dhe i kushtoi dhe me jetën ajo mbyllja që i bëri Elliot Engelit. Dhe një tjetër moment që mund ta kujtoj Elliot Engel është edhe ajo e lidhjeve të bukura që bëri, se siç dihet, lobi shqiptaro-amerikan i kryesuar nga Joseph Dioguardi ishte më tepër republikan. Por për të pasur një lidhje dhe një hyrje edhe më të madhe me grupin tjetër, ishte Elliot Engel. Elliot Engel ishte një lobist tjetër me Harry Barektarin. Harry është republikan vetë, por ishte pjesë e demokratëve me Elliot Engel, se ishin interesat e shqiptarëve duhej. Një pjesë ishin me republikanët, një pjesë ishin me demokratët. Dhe pjesa që kryesonte lobizmin shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për demokratët ishte Elliot Engel, ndërsa pjesa tjetër që kryesonte republikanët dhe krahun e djathtë ishte e Joseph Dioguardit. Pra ishte një kombinacion shumë i bukur ndërmjet dy krahave të fuqishëm politik këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që vetë shqiptarët se vim përsëri tek ai organizimi që tha ti pak më përpara, që a janë në gjendje shqiptarët të organizohen vetë dhe nuk kanë nevojë për parti dhe për deg partish. Shqiptarët kanë qenë gjithmonë vetë ata që janë organizuar dhe janë organizuar aq bukur dhe në mënyrë perfekte lidhur me këtë çështje, për çështjen shqiptare. Çështja kombëtare i ka bashkuar shqiptarët dhe i ka organizuar në mënyrë të tillë. Dhe njerëz të tillë si Elliot Engel, Joseph Dioguardi dhe ata kongresmenët të tjerë dhe senatorët e tjerë që përmenda më para, kanë qenë ata që kanë bërë edhe atë lidhje ndërmjet tyre dhe që të kujtohen sot të tillë, siç ishte Elliot Engel, që është një nga, siç e thash edhe pak më parë, ka qenë një nga njerëzit që u largu nga jeta dhe ju bën nderimet nga më të mëdha që kanë bërë shqiptarët ndonjëherë deri tani. Zoti Sina, nëse do më lejosh
kërkojnë ndjes, por nëse ju do na lejoni, unë kam një kujtim, një intervistë të shkurtër me Elliot Engel, ajo ka qenë mysafir edhe në studion tonë, disa herë, por këtë intervistë shkurtër ne kam marrë në New York. Neve si televizion ishim në New York duke mbështetur Joseph Dioguardin, ishim një javë që e ndiqim për fushata, ishim si ekip, dhe Naku kishte një takim në New York dhe aty në Naku mu dha mundësia që unë i mora intervistë dhe ndër të tjera i kërkoj, i them, e di që je kongresist demokrat, po a mundet i thash unë që ti bësh një thirrje elektoratit tuaj, edhe shqiptarëve që ju mbështesin, të votojnë Joseph Dioguardin? Edhe ai pa menduar tha, po tha, edhe i bën thirrje Komitetit Shqiptar, pavarësisht se ne jemi demokrat, do ta mbështesim Joseph Dioguardin për faktin sepse ai është shqiptar. Është shumë interesante ajo se ajo lidhet edhe me komunitetin shqiptar të Detroitit. Në Detroit, siç dihet, Elliot Engel ka ardhur disa herë dhe ka pasur dhe lidhjet e tija me lobistët shqiptarë dhe me veprimtarë të njohur të komunitetit shqiptar në Detroit, siç janë ka qenë Ekrem Bardha, ose është ky që thon Gjevalin është Mash Lucullaj, shumë të tjerë që kanë pasur mikë. Sepse kjo aspekt, se kjo më ka bërë shumë përshtypje në jetën time, një kongresist pra e kupton komunitetin shqiptar, ajo e kupton dhe na njifte neve, sepse sigurisht edhe prezenca e zotit Hani Baraktari ka bërë punën e vetë, dhe ajo pa menduar, pra është ajo praktika amerikane, që amerikani kur je i sinqert edhe bën, ajo e bëri me sinqeritet. Pra mbështeteni Joseph Dioguardin, tha, në zonën ku është që ka vënë kandidaturën. Për këtë kjo është një vlerë, do thosha një miqësi e sinqert me ne shqiptarët. Thash pak më përpara, thash dhe e theksoj që lidhja e tij me të gjithë shqiptarët është edhe ajo që i dhan shqiptarët paguan një respekt të madh lidhur me kontributin e tij dhe rolin e tij që ka pasur ai në diasporë. Tani në diasporë Urdo. Në diasporë ai ka qenë si një përbashkues i diasporës. I të dy krave me bindjet e tyre republikanë e demokrat i ka përbashkuar kur vinte çështja për të cilën shqiptarët kërkonin, çështja e Kosovës ose çështja e drejtave dhe lirive të shqiptarëve. Në pyetja e fundit që diaspora neve kemi thënë vazhdimisht së bashku dhe sot ju e cekët disa herë që Komiteti Shqiptar, veçanërisht diaspora që ka qenë aktive, nuk është në nivelin e dur me lidhjet me politikanët amerikanë. Si e vlerësoni si pozitive dhe si një rast, një shembull për të marrë nga shqiptarët marrëdhënia e zotit Baraktari me Elliot Engel? Po, këtu ka të bëjë dhe me atë organizimin e ri që po bëjnë tashti shqiptarët. Mbasi u mbyll Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, prej atyre diaspora e kishte vite që po tregonte atë lodhjen e saj në thonjza dhe rënien e saj, por çdo gjë kulmoi pasaj në vitet më vonë dhe siç e ka treguar edhe deri tani ra. Por njerëz të tillë si Harry Baraktari me lidhjet e tija me Elliot Engel dhe pas Elliot Engel me njerëzit e Elliot Engelit, patjetër me kongresmen tjerë dhe me senator, dhe ajo krijimi i kësaj organizatës së re ARC-s, të cilën e kryeson avokati Martin Vulaj, që ka qenë edhe ish kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar-Amerikan, duket se po ndez një shkëndit të re, po gjeneron diçka të re këtu në diasporë dhe duket sikur po vjet edhe një herë në lëvizje diaspora dhe po i kthehet asaj rëndësisë që kanë këto takime dhe këta njerëz. Pra duket diaspora po zgjohet, po lëviz edhe një herë
dhe unë mendoj se do kthehet dhe do kthehet edhe më fuqishme, mbasi janë rritur dhe kapacitetet tani, janë arritur kapacitetet financiare patjetër, shqiptarët janë të rritur nga ana financiare, por ke edhe kapacitetet e tjera politike, ekonomike, ke çdo gjë që diaspora është shumë lartë sot, ke njerëz me vende të rëndësishme, në pozicione të rëndësishme në shtete të ndryshme, të cilët japin kontribute të mëdha. Sot ke kandidat potencial për kongresin në Detroit, siç është Lul Gjuraj. Pra kemi kapacitete të mëdha sot si diasporë që ndoshta deri dje ishte vetëm Mark Gjonaj që arriti deri tek asambleisti ose antari i Këshillit Bashkiak të qytetit New Yorkut, po sot kemi konkurrencë potencial, se nuk dihet fiton apo nuk fiton, po është potencial brenda partisë vet për të fituar zgjedhjet për kongresin. Pra shqiptarët kanë ardhur deri në atë stad sa mund të nxjerrin nesër edhe një kongresist. Pra jemi njerëz me kapacitete dhe me potenciale të fuqishme që mund të japim dhe mund të nxjerrim edhe njerëz të tillë dhe të luajnë rol të madh. Zoti Sina, të falenderoj shumë për kohën që juve konsumuat me televizionin shqiptar të Amerikës në këtë bisedë informative, analitike, por edhe shumë mesazhe që ju sollët gjatë bisedës, me shpresë që këto tematika ne vazhdimisht të kemi pra çështjet e ditës, sepse duke debatuar, duke diskutuar, ne do të bëjmë më të mirën se diasporë, njëkohësisht ne na bëhet qefi që shteti shqiptar, qeveria shqiptare të ketë gjithmonë sukses. Unë të falenderoj dhe shikues të nderuar, ju falenderoj dhe juve për vëmendjen dhe mirupafshim në emisionin e radhës me një të ftuar tjetër në emisionin Diaspora dhe Vendlindja. Deri atëherë, mirupafshim. Mirupafshim, falenderoj. Urdhë. Kënaqësia ime, mirupafshim. Mirupafshim.